290 pacient, prej të cilëve 67 i përkasin moshës pediatrike, vuajnë nga hemofilia, që ndryshe njihet siç rregullimi i gjakut. Sipas mjekëve, ky problem është gjenetik. Hemofilia është në 99% të rasteve është një sëmundje e trashëgueshme gjenetikisht nëpërmjet kromozomit X nga nëna tek fëmia. Kështu që është e rëndësishme sidomos për prindrit, për familjarët të cilët kanë një histori në farifisin e tyre për hemofili apo për një çrregullim tjetër të koagulimit të gjakut të lindur, u rekomandohet të bëhet një këshillim dhe një planifikim familjar si tek ne ashtu edhe tek gjenetisti për të bërë një parashikim ose një probabilitet të lindjes një fëmie me hemofili. Çfarë duhet bëjmë? Analiza gjenetike, ashtu siç bën analiza për sëmundje të tjera të lindura, matja e nënbërë ose analiza gjenetike kur nëna është në javën e 10 të shtatzanisë. Kryetari i shoqatës së pacientëve me hemofili, Arbër Neziri, thotë se mbulimi total me barna e të sëmurëve mbetet ende një shqetësim. Mbulimi i plot vjetor dhe trajtimi i tyre me profilaksi. Të gjitha barnat janë të rimbursueshme, por problematika e mbulimit total vazhdon. Ka momente ku ka boshllëqe ose momente ku ka hapësira që mungon ilaçi, që plotësohen. Pra këto momente duhet se s'bën të mbulohen. Hemofilikët e të gjithë pacientët e koagulupative duhet të kenë një trajtim të vazhdueshëm me profilaksi që të mund të bëjnë një jetë normale, mos të kenë trauma. 17 prilli shënon dhe ditën botërore të hemofilisë me qëllim ndërgjegjësimin dhe identifikimin sa më të hershëm në mënyrë që ajo të mos bëhet kërcënuese për jetën.